Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Muaj tetor kujton rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit të grave. Mjeku imazherist Ermir Mahilaj u bën apel vajzave dhe grave që të mos neglizhojnë kontrollet mamografike dhe ekografike. Dita botërore të moshuarve u festua këtë vit ndryshe për banorët e shtëpisë, vendi i jetës dhe shpresës në Gjirokastër. Bashkia organizoi një aktivitet artistik për ta në teatrin Zikni Sako, ndërkohë që kryebashkiaku Flamur Golemi theksoi se kujdesi dhe vëmendja ndaj të moshuarve mbeten prioritet i punës së institucionit që ai drejton. Të moshuarit në Dropull tashmë do të kenë një qendër ditore e cila u inaugurua sot në praninë të autoriteteve vendore në fshatin Dervician. Përmes këtij projekti, Bashkia Dropull synon të ofrojë kujdes dhe mbështetje për këtë kategori. Simboli i Kalas dhe i qytetit, sahati i Gjirokastrës, është vënë sërish në funksion fal punës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore. I ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit 19, ky objekt i rrallë tashmë re sërish në këmbanorin e Kalas, duke sjellë jo vetëm vlerë historike, por edhe një përvojë më të veçantë për vizitorët që shijojnë horizontin e Gjirokastrës. Ju njohim tani më gjerësisht. Muaji tetor i kujton rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit të grave. Mjeku imazherist Ermir Mahilaj u bën apel vajzave dhe grave që të mos neglizhojnë kontrollet mamografike dhe ekografike. Diagnostifikimi i hershëm është baraz me jetë. Kanceri i gjirit, kur zbulohet në fazat e para, është mbi 90% i shërueshëm, theksoi Mahilaj. Tetori është muaji ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, i njohur ndryshe si tetori roz. Dhe data 1 tetor shënon nisjen e fushatës sensibilizuese në të gjithë vendin. Në Gjirokastër ky muaj ka një rëndësi të veçantë për gratë, por edhe për burrat, pasi mamografia është një ekzaminim i domosdoshëm për zbulimin e hershëm të sëmundjes. Sipas mjekut radiolog Ermir Mahilaj, gjatë vitit 2025 në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës ja realizuar një numër i lartë ekzaminimesh mamografie. Në vitin 2025, rezultatet e ekzaminimeve kanë qenë të kënaqshme, janë realizuar goxha numër i lartë i ekzaminimeve të kancerit të gjirit, midis tyre në statistika që po flasim janë kapur rreth 6 raste, 4 raste kanë qenë problematik me diagnozë të konfirmuar në shumicën e rasteve 80% dhe 10%. Këtu dhe 2 raste të tjera kanë qenë në proces. Në patologjitë e gjirit, sidomos në kancerin e gjirit, në shumicën e rasteve kuptohet që është patologji që kap kryesisht nënat, gratë dhe motrat tona. Por ka një përqindje të caktuar që kap edhe seksin mashkull. Në këtë vit ne kemi diagnostikuar një rast i cili është konfirmuar me kancer të gjirit, që është nga qarku jon. Edhe i ftoj edhe meshkujt të cilët kanë probleme me ginekomastin ose një zmadhim gjoksi atipik të paraqiten të marrin një ekzaminim të mundshëm. Të gjitha këto rastet që janë kapur pranë imazherisë në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës, në shumicën e rasteve janë klasifikuar stadet avancuara, sepse bëjmë dije që duhet të sensibilizohet për kujdes shëndetësor në të gjitha momentet. Fazi avancuar ne presupozojmë fazën operatore, kjo është idea. Ata kuptohet që nështrojnë të gjitha stadeve, kuptohet biopsia, trajtimi me onkologjikun, edhe analizat laboratorike të cilat e bëjnë të mundur kapje në kohë. Numri më i madh i grave të sensibilizuara për t'u nënshtruar këtij ekzaminimi kanë qenë nga zonat urbane, ndërsa grup mosha me përfshirë nis nga 35 vjeç e lart. Shumica e rasteve të diagnostifikuara janë klasifikuar në stadet të avancuara, çka tregon se nevoja për kryerjen e mamografisë në kohë është jetike. Vitet e kaluara trendi që ka qenë kryesisht ka qenë në zonat e banuara, kryesisht në zonat urbane. Ka një rënje të sensibilizimit për zonat rurale. Kuptohet që njerëzit të cilët kanë edhe mundësi të udhëtojnë, kanë edhe mundësi të paraqiten pranë institucionit tonë, janë më të shpeshtë. Unë i bëj thirrje të gjithë personave të cilat kanë patologji të gjirit, patologji do me thuhet një gjë që nuk shkon. Një gjë që nuk shkon kryesisht edhe te moshat e reja, po edhe te moshat mbi 35-40 vjeçare. Ato gjëra që nuk shkojnë janë një anomali, një skuqje, një rënje e lëkurës së gjirit,
një gjë e cila nuk i shkon me kalimin e viteve, duhet detyrimisht të paraqiten pra qendrave shëndetësore dhe detyrimisht të marrin një kontakt me imazherin dhe me diagnostikimin e mëtejshëm. Sensibilizimi për kryerjen e mamografisë nuk është i rëndësishëm vetëm për gratë, por edhe për burrat. Në Gjirokastër është shënuar edhe një rast i diagnostifikuar me kancer gjiri tek një mashkull, duke treguar se kjo sëmundje nuk përjashton askënd. Mesazhi i Tetorit Rozë është i qartë: zbulimi i hershëm shpëton jetë. Dita botërore e të moshuarve u festua këtë vit ndryshe për banorët e shtëpisë, vendi i jetës dhe shpresës në Gjirokastër. Bashkia organizoi një aktivitet artistik për ta në teatrin Zihni Sako, ndërkohë që kryebashkiaku Flamur Golemi theksoi se kujdesi dhe vëmendja ndaj të moshuarve mbetet prioritet i punës së institucionit që ai drejton. Në ditën ndërkombëtare të moshuarve, Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar një aktivitet të veçantë për banorët e shtëpisë të moshuarve, vendi i jetës dhe i shpresës. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtëherë festa u zhvillua në ambientet e teatrit Zihni Sako, ku atmosfera u gjallërua me këngë, valle, ëmbëlsira dhe dhurata simbolike. Mes të pranishmëve ishte edhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, i cili uroi të moshuarit dhe premtoi më shumë për kujdesje për këtë kategori. Po jemi këtu për të qenë së bashku, për që një familje, së bashku e me stafin të cilët unë nuk e kam zakonin, në dëroj po. Në raset tilla pa tjetër që është prej milionit falenderimi edhe për gjithë ju, se cilën për ju, sepse një familje madhe që u a bëni më të letë, u a bëni më të bukur, edhe si mjek po them që ilaçimi i mirë dhe trajtimi i mirë është thjesht arbusqeshja që u falni nënave, baballarëve, gjyshëve dhe gjyshëve. Dhe them me të vërtetë në bazë është një moment edhe për mua reflektimi për të patur më shumë edhe në buxhetin e vitit pasardhës, më shumë mbështetje për qendrën tuaj edhe për secilin prej jush që jo thjesht ato kushtet bazike. Pra jo thjesht kushtet bazike, por duhet patur edhe një kalendar aktivitetesh, ashtu siç kemi kalendar aktivitete dhe është përgjegjësia e drejtoreshës aktiviteteve që të përfshi jo thjesht me drejtorinë arsimore, por duhet që edhe me drejtuese, me dorin, duhet patjetër që të kemi një kalendar aktivitetesh për t'i patur më të përfshirë në komunitet, nëna, baballarë, prindrit, gjyshët dhe gjyshëtarë. Ky vit ishte i veçantë për zhvillimin e festës jashtë ambienteve dhe ajo forma tradicionale që ne kemi bërë. Shumë faleminderit për organizimin. Për ta u interpretuan poezi dhe këngë nga artist lokal, duke e kthyer ditën në një festë të ngrohtë dhe të mbushur me emocione. Shumë e mirë se sa në shtëpi dhe në shtëpi që t'ishin vetëm ose kështu. Më mirë jemi këtu. Ne nga bel vite që jam vetëm, jam të më thonë, mund të rri vetëm në shtëpi dhe mund jem më mirë, më sigur, më shumë. Fati i madh që unë erdhëm në Gjirokastër, e mendoja Gjirokastritët gjithmonë, edhe Gjirokastritët që janë njerëz të mrekullueshëm, por më e forta dhe më e mira, unë kam qenë një ekip të mrekullueshëm që quaj domethënë duke vënë epitet për ai se mbretëresha 1, mbretëresha 2, që janë të mrekullueshme. Kjo ditë u kthye në një apel për të gjithë shoqërinë, duke kujtuar se të moshuarit kanë nevojë për dashuri, vëmendje dhe ngrohtësi. Për te i festës mesazhi ishte se respekti dhe kujdesi për moshën e tretë duhet të jetë pjesë e përditshmërisë sonë. Të moshuarit në Dropull tashmë do të kenë një qendër ditore e cila u inaugurua sot në praninë e autoriteteve vendore në fshatin Dervician. Përmes këtij projekti, Bashkia Dropull synon të ofrojë kujdes dhe mbështetje për këtë kategori. Qendra ditore u dhurua si pjesë e festimeve për 1 tetorin, ditën botërore të moshuarve, ndërkohë që në projektet e saj kjo bashki ka edhe çeljen e 2 qendrave të tjera ditore në Dropullin e Sipërm dhe Pogon. Edhe të moshuarit e fshatit të Dervician do të kenë një vend për të kaluar kohën së bashku. Bashkia Dropull u ka mundësuar një ambient ku do të ndajnë çaste mes tyre duke shijuar një kafe, çaj apo pije freskuese, ndërsa do të luajnë me letra apo domino.
Bët shumë mirë që ngritët këtë qendër, se edhe plejtë s'kanë se ku të venë, do mblidhen këtu, do lozën një domeno, ose të tjerët një palë letra, kur i thonë fjallës, pa para, ose me pak para. Sot jemi shumë të gëzuar, ne brezi i pensionistëve. Është një lokal shumë i përshtatshëm për pensionistët dhe është bërë një vepër shumë e mirë për Dervicianin. Është një dhuratë për fshatin ton, për pensionistët. Uroj nga zëmra që ta gëzojmë, mbare mirë të vënë punët në Bashkinë e Dropullit. E falenderojmë kryetarin e bashkisë edhe gjithë njerëzit që punojnë për neve. Kjo është një nismë e mirë, na duhe një diçka e tillë që neve pleqt, base edhe akoma më të rinjtë do të vinë këtu të kalojnë kohën e lirë. Është ambient i bukur, ambient që me të gjitha çfarë duhet të moshuarve për të kaluar kohën e lirë. Kryetari i Bashkisë, Dimitër Toli, shprehet se puna në këtë drejtim do të vijojë me ngritjen e 2 të tjerave. Bashkia Dropull ka marrë një iniciativë për të hapur një qendër për të moshuar, që dhe të moshuarit kohën e tyre të kenë një vend për ta kaluar kur dalin këtu në qendër të fshatit ose nga fshatrat e tjera që vinë me linjat e autobusave çdo ditë. Kjo nismë do vazhdoj edhe në Dropull të Sipër, edhe në Pogon. Domethënë projekti i bashkisë është për të bërë 3 qendra për të moshuar. Është mbar për të gjithë pensionistët, për të gjithë ata që duan ta vizitojnë, janë të mirëpritur të gjithë, edhe vazhdojmë me nismat e tjera që kemi. Projekti jonë është që të bëjmë dhe në Vrisera dhe në Pogon në Poliçan. Presim mbështetjen e qeverisë për të funksionuar edhe ditë të tjera që kemi ndërmend të vazhdojmë. Presim mbështetjen për të funksionuar, se çdo gjë që hapet ka dhe një kosto, edhe mirëmbajtje, edhe njerëzit që janë këtu për ta hapur qendrën, për ta pastruar, për ta mbyllur, e bëjmë me punonjësit e bashkisë. Në ceremoninë e çeljes mori pjesë edhe drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror për rajonin Gjirokastër, Magdalena Margariti, e cila ndërsa vlerësoi për kushtimin e Bashkisë Dropull për çeljen e kësaj qendre, u shpreh se ky shërbim merret në të gjitha bashkitë e qarkut. Jam bashkuar me shumë kënaqësi sot të moshuarve këtu në Dropull, jo vetëm për t'ju uruar 1 tetorin dhe për të siguruar që kujdesi dhe përkushtimi jon janë jo vetëm në 1 tetor, por në çdo ditë të vitit, por edhe për të uruar hapjen e qendrës së re ditore për të moshuarit këtu në Bashkinë Dropull. Kjo qendër është e pozicionuar në një vend shumë të bukur, ka përreth të gjitha shërbimet e tjera mbështetëse, poliklinikën dhe gjithë stafin mbështetës, ka afër shkollën, ka afër gjithë shërbimet e tjera dhe do t'ju shërbej rreth 20 të moshuarve, fillimisht rreth 20 të moshuarve. Do hapen qendra të tjera, kemi lajmin e mirë se në Bashkinë Dropull do hapen edhe 2 qendra të tjera dhe gjitha këto janë financime të Bashkisë Dropull, të cilën gjej rastin që ta përshëndes dhe t'i sigurojmë mbështetjen e drejtorisë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. Ndërkohë dua t'ju uroj në emër të drejtorisë sonë 1 tetorin të gjithë të moshuarve dhe gjithashtu dua të them që qendra si këto janë hapur me mbështetjen e Fondit Social të Ministrisë Shërbimit, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Shërbimit Social Shtetëror, me anë të shërbimeve të ndryshme lëvizëse apo ditore në Përmet, në Këlcyr, në Libohov, në Dropull, në Gjirokastër, në Tepelen. Janë 120 banor të moshës së tretë në qarkun jugor që një pjesë të ditës së tyre i kalojnë të organizuar në qendrat ditore. Simboli i Kalas dhe i qytetit Sahati i Gjirokastrës është vënë sërish në funksion fal punës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore. I ndërtuar në gjysmën e 2 të shekullit të 19, ky objekt i rrallë tashmë rre sërish në këmbanoren e Kalas, duke sjellë jo vetëm vlerë historike, por edhe një përvojë të veçantë për vizitorët që shijojnë horizontin e Gjirokastrës.
Pas shumë vitesh ku sahati i Kalas së Gjirokastrës kishte ndaluar së punuari, është rikthyer sërish në jetë, me tingujt e këmbanores dhe mekanizmin e tij të restauruar. Fal ndërhyrjes së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, ky simbol i qytetit nuk shënon më vetëm orët, por edhe një faqe të re në kujdesin për trashëgimin kulturore. Pas shumë përpjekjeve, ne e vëmë në punë satin i cili u tregon gjirokastritëve që koha ecën. U tregon gjirokastritëve që të mos rinë, të ndjekin ritmin e kohës e cila e tregon ora dhe të arrin kohën e humbur. Ne me e shumë përpjekje u munduam që ta rregullojmë këtë sat, i cili kishte prej 20 vjetësh, e cili nuk punonte. Mendojmë me këtë investimin që kemi bërë, për një kohë të gjatë, ora e Gjirokastrës do funksionoj. Ishte një investim i Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës së Gjirokastrës, e cila bëri një restaurim të kësaj orës. Kishte probleme të trashëguara dhe të mbartura nga koha, një pjesë e mirë e këtyre materialeve të punës orës ishin të prishura dhe ne u bëm restaurimin e tyre dhe kjo ora tani është në punë. Sahati i Kalas së Gjirokastrës, i ndërtuar në shekullin e 19, sot vazhdon të tregojë më shumë se orën, me rikthimin e tij në funksion. Nuk është vetëm një objekt i restauruar, por një simbol që i jep jetë qytetit dhe i kujton brezave se Gjirokastra mbetet një histori që do të vazhdojë gjatë. Siguria e fëmijëve në shkolla është prioritet i Ministrisë së Arsimit. Oficerët e sigurisë kujdesen për mbrojtjen e nxënësve dhe parandalimin e dhunës apo rreziqeve online, ndërsa bashkëpunimi me mësuesit, prindrit dhe komunitetit garanton një mjedis të sigurt dhe mbështetës për të gjithë. Siguria e fëmijëve në shkolla mbetet prioritet i Ministrisë së Arsimit. Për këtë qëllim, në institucionet arsimore janë vendosur oficerë sigurie, të cilët kujdesen çdo ditë për mirëqenien e nxënësve dhe parandalimin e dhunës apo rreziqeve online. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se përmes bashkëpunimit me mësuesit, prindrit dhe komunitetin, synohet që shkollat të jenë jo vetëm të sigurta, por edhe hapësira ku nxënësit ndihen të dëgjuar e të mbështetur. Kumbaro ndau sot një video të një prej oficerëve të sigurisë në shkolla ku vetë kjo e fundit theksoi rëndësinë e këtij roli. Kryesisht në punën tonë, e cila fillon në orën 7:30, ne monitorojmë hyrjen e nxënësve në shkollë, njihemi edhe me prindrit në këtë mënyrë. Në mëngjes bëhet mbledhja e celularëve nga mësuesit kujdestar. Unë kaloj nëpër klasa më pas dhe pyes nëse janë dorëzuar të gjithë celularët. Oficeri i sigurisë monitoron ambientet e shkollës gjatë ditës, si korridore, palestra, obori i shkollës në pushimin e madh dhe perimetrin jashtë shkollës. Falë bashkëpunimit të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, jemi trajnuar mbi çështjet dhe sigurinë e nxënësve nëpër shkollat. Ne kemi edhe suportin e patrullës së policisë së shtetit dhe policisë bashkiake, të cilat të dyja monitorojnë mbarvajtjen e procesit të fillimit të mësimit dhe perimetrit të shkollës. Besoj vërtet se roli i oficerit të sigurisë në shkolla ka sjellë ndryshime dhe jo vetëm në monitorim, por edhe në parandalimin e incidenteve dhe situatave të rrezikshme. Ky program i Ministrisë synon të ndërtojë një kulturë sigurie dhe besimi në çdo shkollë të vendit. Skemat kombëtare të investimeve në bujqësi kanë ngjallur këtë vit një interes të lartë tek fermerët për 9 masat e ofruara, të cilat kapin një fond prej 20 milion eurosh. Në mbyllje të afatit të aplikimeve, drejtuesit e bujqësisë në Gjirokastër raportojnë shifra të larta për 4 masat mbështetëse, përfshirë mbjelljen e druve frutor, përdorimin e mjeteve të mekanizuara dhe sistemet e ujitjes me pika. Data 30 shtator ishte afati fundit për aplikimin në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi. Në qarkun e Gjirokastrës ka patur një interes të lartë nga ana e fermerëve për të aplikuar në disa prej tyre. Kryesisht në mjetet e mekanizuara në bujqësi, si dhe vaditjen me pika. Specialistët e fushës thonë se interesi ka qenë i lartë dhe se procedurat kanë kaluar me efikasitet. Krahasimisht me vitin e kaluar, interesimi ka qenë shumë i lartë.
kanë qenë rreth 60 fermerë të ardhur në zyrat tona për të marrë asistencë teknike dhe shpresojmë që gjysma e këtyre të kenë dorëzuar dosjet deri dje në AZBR. Nga 9 masat, 4 masa kanë qenë ku ka qenë fluksi më i madh i fermerëve të interesuar për të aplikuar. Kjo është herë e dytë që qeveria mbështet fermerët me fonde publike përmes kësaj skeme, duke synuar jo vetëm rritjen e prodhimit vendas, por edhe përmirësimin e cilësisë dhe nxitjen e eksporteve bujqësore. Skema investimeve me fondet e qeverisë shqiptare ka qenë viti i dytë që është aplikuar. Një pjesë e fermerëve kanë marrë, aplikantëve po themi, kanë marrë rimbursimin, ndërsa një pjesë kanë pasur ndonjë mangësi në dokumentacion ose në zbatimin direkt në terren dhe ndërkohë janë akoma në këto procedura. Në pritje të shpalljes së përfituesve, fermerët shpresojnë që këto fonde do të ndikojnë realisht në rritjen e prodhimit dhe lehtësimin e kostove, në një kohë kur sfidat në bujqësi janë gjithnjë më të mëdha. Fermeri Stavro Kondi nga fshati Valare i Gjirokastrës prej 5 vitesh vazhdon të ruaj traditën e kultivimit të misrit. Në një sipërfaqe prej 20 hektarash ai ka mbjellë këtë kulturë duke zhvilluar me përkushtim çdo vit. Kondi tregon se mbështetja e Ministrisë së Bujqësisë përmes skemës së subvencioneve të naftës ka ndikuar drejt për drejt tek zgjerimi i sipërfaqes së mbjellë, duke mundësuar që ai të rrisë gjithnjë më shumë prodhimin e drithrave. Stavro Kondi nga fshati Valare është një fermer i përkushtuar me një përvojë prej 40 vjeçare në bujqësi. Ai kultivon kultura të ndryshme bujqësore, si misër, grur, jonxh dhe të tjera. Në një intervistë për RTS, ai rrëfen se prej më shumë se 5 vitesh ka zgjeruar sipërfaqet e mbjella me misër, për arsye të rendimentit dhe leverdisë që kjo kulturë ofron. Kam nisur profesionin traktorisë me zinxhira, pastaj e morën kombajnat e reja, këtë profesion bajta. U prish sistemi. Me prishjen e sistemit, u ktheva bujqësisë, u morëm me bujqësinë. Me mekanikën bujqësore jam akresisht, pastaj bëja çik bujqësinë time. Kështu mirë, të kënaqur jemi. Siç e shohim, çik me çik lodhje, po mirë. Në këtë vend ku jemi tani nuk kem pas probleme. Marrim ujin nga liçeni i Dhoksatit. Menaxhimi ka qenë shumë i mirë. Bëhen që në fillim ato spërkatit ato, që kur vetë misi 5-6 vjetë, bëhen kultivimet, bëhen dhe spërkatin për krimin, kultivonim grur më shumë, rinim dhe 50 hektar grur. Po grurin e reduktuam qik se patëm vështirësira, jo tregu i dobet, çmimi i dobet, po thuaj se 20 hektar nuk i bëjmë grur, bëjmë më shumë misër tani, se sa grur. Është më i kollajshëm tregu, që që na ndihmojnë më shumë blegtorët. Fermeri tregon se tokat që i punon i merr me qira dhe ka 3 vite që ka aplikuar për të përfituar nga skemat e subvencionimit në bujqësi. Ka një kull fshatarë dhe u mbap neve me qira. Kam 2-3 vjet ja aplikojmë, që kur aplikojnë për grujrat, që u foljo 300.000 lekë të vjetra për hektar. Fshati Valare është një zonë me potencial të lartë për zhvillimin e bujqësisë, fal tokave pjellore dhe kushteve të favorshme klimaterike për një sër kulturash. Mbi 100 materiale muzikore janë dorëzuar për festivalin e 64 të këngës në RTS. Lista e fituesve do të shpallet në tetor, ndërsa këngët do të publikohen në nëntor. Festivali ruan strukturën tradicionale dhe përjashton prodhimet e realizuara me ndihmën e inteligjencës artificiale. Për herë të parë, producentja e Fest 64, Belioza Çoku, ka zbuluar detaje mbi organizimin dhe risit që do të shoqërojnë këtë edicion. Mbi 100 materiale muzikore janë dorëzuar për të qenë pjesë e festivalit të 64 të këngës në radio televizionin shqiptar, ndërsa lista e fituesve pritet të publikohet në muajin tetor. Për herë të parë, producentja e Fest 64, Belioza Çoku, ka zbuluar detaje mbi organizimin dhe risit që do të shoqërojnë këtë edicion. Të gjitha prodhimet muzikore do të kalojnë nëpërmjet një site të detajuar, nëpërmjet një grupi pune të specializuar që do të verifikojë çdo material të paraqitur, duke përjashtuar prodhimet e realizuara me anë të inteligjencës artificiale. Ekspertiza do të jetë në ngritjen e një strukture apo protokolli i cili bën të gjithë kërkimin e duhur ose kërkimin e kryqëzuar, siç i themi neve, të informacioneve që ky prodhim është origjinal, është i duhuri, është punuar në kushte cilësore dhe po transmetohet në nivelin e duhur. Gjithashtu,
Festivali do të vijojë me strukturën tradicionale të 4 netëve të magjishme, 3 net konkurimi dhe nata e nostalgjisë, e cila çdo vit e më shumë ka rritur interesin dhe pritshmëritë. Rrugës, juve do të dëgjoni edhe për disa mini projekte të vogla, të cilat garantojnë edhe pjesëmarrjen e publikut, edhe si thua takimin me këto prodhime ose me këto këngë përpara se të shfaqet në 4 netët e festivalit, ku sigurisht nata e 3 do të ruhet nata e nostalgjisë, pasi vëmre që audienca dhe publiku shqiptar janë shumë të interesuar. Kurora e plotë e festivalit pritet të zbulohet së shpejti në një konferencë për mediat, ndërsa në muajin nëntor do të publikohen edhe këngët pjesëmarrëse, duke i dhënë mundësi artëdashësve të njihen më herët me krijimet e artistëve. Në një mënyrë çik më të sintetizuar, mund të japi edhe disa elemente më tepër për sa i përket kësaj filozofie që unë ju prezantova, domethënë origjinalitetit, gjithëpërfshirjes edhe transparencës. Publiku do të ketë sërish mundësinë të përfshihet përmes platformave interaktive, ndërsa ashtu sikurse çdo vit nuk do të mungojnë as emrat e mëdhenj të skenës dhe të ftuarit special që do të japin festivalit një tjetër dimension artistik. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.